Grupi hetimor ka një listë gjatë me emrat e personave që kanë zhvilluar takime gjatë vitit të fundit me Altin Doci në paraburgimin e Durrësit. Megjithatë, disa prej tyre konsiderohen kyçe për pasojë po verifikohet aktiviteti i tyre në botën e krimit, si dhe lidhje që kanë patur me të arrestuarin Doci, i cili u kap përpara 6 vitesh me urdhër të SPAK në kuadër të dosjes së bujshme Plumbi Art. Edmond Gjyseli dhe Izmir Kusi janë dy persona që janë në vëmendjen e grupit hetimor, pasi rezultojnë se gjatë muajve të fundit kanë zhvilluar disa takime me Altin Docin. Të njëjtët burime bëjnë me dije se Gjyseli dhe Kusi janë emra të skeduar nga drejtësia dhe ka dyshime se mund të jenë të përfshirë ose të kenë patur djeni për planin e arratisjes nga paraburgimi. Megjithatë, kjo është deri tani në fazën e hetimeve paraprake, por po punohet për të gjetur prova nëse Gjyseli dhe Kusi janë të përfshirë apo jo. Ende nuk dihet nëse hetuesit kanë arritur që t'i lokalizojnë për t'i marrë në pyetje. Altin Doci, një person me rrezikshmëri të lartë, i akuzuar për grup kriminal, i përfshirë në vrasje dhe trafik droge, pasi sipas SPAK bënte pjesë në grupin e çopjave të Elbasanit, arriti që të arratiset nga Spitali i Durrësit, pasi ishte dërguar për kontrolle mjekësore. Burgu i Durrësit rezultoi dështuar në masa që duhet të kishte ndërmarrë për shoqërimin e tij drejt Spitalit Rajonal, pasi ai u dërgua vetëm me një ambulancë dhe jo me mjetet e posaçme. Ato e shoqëronin vetëm 2 efektiv për në tualet, të cilët sipas dëshmisë së tyre, Altin Doci i goditi dhe arriti që të arratiset. Jo vetëm kaq, por shkeljet e sigurisë vijonin deri te mungesa e lajmërimit të policisë së Durrësit për të qenë prezent forcat e rendit gjatë shoqërimit. Policisë nuk i është kërkuar ndihmë për shoqërimin e të paraburgosurit, një procedurë e detyruar për raste të tilla. Ndaj grupi hetimor ka dyshimet e forta se Doci, i cili sapo doli nga spitali me vrap, u ndihmua nga 2 mjete luksoze për t'u arratisur. Prej disa kohësh kishte nisur planin e tij për arratisjen, ku është ndihmuar nga grupe kriminale. Jo vetëm kaq, por ka dyshime se mund të jenë të përfshirë dhe zyrtar të burgut të Durrësit. Kjo për faktet e mungesës së elementeve të sigurisë që nuk u zbatuan. 8 zyrtar të burgut, ku përfshihen efektiv dhe stafi mjekësor, u arrestuan me urdhër të prokurorisë, ndërkohë që u shkarkua nga detyra i gjithë zinxhiri komandues menjëherë pas skandalit.